Tani, ka disa mite që nuk janë të vërteta, po ka disa të tjerë që janë të vërteta. Në këtë rast është shumë e vërtetë, është koha. Dhe kjo lidhet, rënja e flokëve në vjesht lidhet me vetë ciklin e jetës të një fije floku. Një fije floku, po e shpjegoj me fjalë sa më të thjeshta edhe për publikun që mos të trëmben kur shofin në dush apo në furçën e flokëve shumë fije floku, sidomos tani në periudhën e vjeshtës, kalon në 4 faza. Është gjë e zakonshme. Është gjë shumë e zakonshme dhe korespondon me ciklin e jetës së një fije floku. Po më doktorisht, apo ne që kemi 2 fije? Ajo është gjenetike, domethënë pastaj jo. Mjafton që floku të jetë i shëndetshëm. Kjo është e rëndësishme dhe rënjat mos jetë masive dhe përtej këtyre 2-3 muajve të vjeshtës. Këto janë ato, si të themi, shenjat shqetësuese që ne duhet i drejtohemi mjeku dermatolog në qoftë se kjo rënje vazhdon për një kohë më të gjatë. Pse ndodh pikërisht në këtë stin? Ndodh pikërisht në këtë stin sepse kjo stin përkon me atë fazë të ciklit të jetës që quhet faza telogjene. Pra çfarë ndodh? Në këtë fazë janë 10% e flokëve që ne kemi në skalpin ton, kurse pjesa tjetër 90% janë në fazën anagjene ose në fazën e rritjes. Në fazën telogjene floku bëhet gati për të rënë dhe folikuli stimulon formimin e flokut të ri. Pra si çdo gjë në jetë ka një fillim, një zhvillim dhe fundin e vetë, dhe është shumë normale. Edhe flokët do bien një ditë për të zvendësuar nga flokë të rinj. Po kur duhet të shqetësohemi? Do të thënë sa fije floku duhet të na bien? Si thuhet në gjuhën popullore me sy, se nuk mund t'i numërojmë. Nga ana shkencore, rreth 100 fije floku, deri në 100 fije floku në ditë, është normale që të bien. Në sezonin e vjeshtës, pra në këtë fazën e stacionare, le të themi, të pushimit, që floku fillon edhe rigjenerohet, mund të rritet me 50, 150 deri në 200 maksimumi. Shqetësuese është kur kjo rënje është më e madhe dhe ne shikojmë që densija e flokut është goxha, pra bie në sy, si të themi, dhe kjo rënje vazhdon përtej muajve të vjeshtës. Pra dhe përtej muajt nëntor, pra shtator, tetor, nëntor, është okej, ka ciklin e vetë, është 2-3 mujore kjo fazë. Përtej duhet shqetësuar dhe tjetër është në momentin që kjo shoqërohet me simptoma të përgjithshme. Për shembull, nëse shoqërohet me lodhje, nëse shoqërohet me gjendje emocionale, le të themi të rënduar, apo me probleme të çrregullimit të ciklit menstrual. Te këto patjetër që duhet të drejtohen pacientët tek specialistët përkatës. A mund të ndjekin, le të themi, një rutinë vetë në shtëpi këta persona që ju bien flokët në këtë periudhë, pra çfarë mund të përdorin? Po, mund të ndjekin. Në fakt, unë do e vija theksin tek ato gjëra të cilat pacientët nuk duhet të bëjnë. Okej, gjatë gjithë vitit është e mira mos t'i bëjnë, po sidomos. Dhe sa rëndësishme është, doktoresha, që të vinë tek ju përpara se t'i përdorin ato produkte, le të themi, për mirëmbajtjen e flokëve? Personat të cilët kanë flokë të shëndetshëm dhe nuk kanë probleme dhe nuk përdorin mjetet të tilla si për shembull siç janë pjastra apo që krihen, le të themi, një herë në 2 ditë apo çdo ditë, zakonisht kanë flokë të shëndetshëm dhe nuk kanë probleme. E rëndësishme është që në këtë periudhë pra të fokusohemi tek këto, te një dietë e mirë ushqimore, në mënyrë të tillë që mos të krijojmë edhe këto deficite dhe t'ia bashkangjisim kësaj faze dhe pastaj fillon ajo rënja e flokut përtej muajve të vjeshtës. Është shumë e rëndësishme të ushqehemi mirë, të mos përdorim këto mjetet e stilimit me nxehtësi të lartë ose të paktën të përdorim produktet mbrojtëse ndaj nxehtësisë dhe e rëndësishme është edhe mënyra se si i stilojmë flokët, pra mos të kapen shumë fort në mënyrë të tillë që te pjesa e rrethit të flokut ndodh që kemi shumë kputje të flokëve dhe bien dhe sidomos te femrat që i kapin bisht shumë fort apo gërsheta. A ka dallim, le të themi, mes rënjës së flokëve nga një mashkulli tek femra? Pra, po. Edhe me njësoj ju bie? Po, rënja sezonale në stinën e vjeshtës është njësoj, si tek femrat, si tek meshkujt. Pastaj, tek meshkujt, pjesa patologjike, le të themi, sepse kjo rënje në vjesht është fiziologjike, pra është normale për organizmin ton, kurse patologjike ndryshon. Tek femrat, po ta vëmë re, flokët kanë një tendencë të bien tek pjesa e rrethit
të flokut, si që përmenda dhe më përpara nga tërheqja ndoshta, apo të pjesa frontale, kurse tek meshkujt, flokët kanë tendencën që të bihen në zonën temporale, pra janë këto dy pjesët anësore, ose të zona e verteksit, në majën. Është gjenetike, lidhet me hormonet, me pjesën gjenetike, me shumë faktorë të tjerë të brendshëm, të pavarur, le të themi nga ne. Po mund të ndërhyjet me metoda moderne, le të themi? Po, pa tjetër. Ka shumë mënyra, shkenca ka ecur, ka shumë studime shkencore të cilët janë akoma duke u provuar, por në momentin që pacienti vjen në kohën e duhur, kur sa po ka nisur kjo rënje, sidomos tek meshkujt, pa tjetër me trajtime qoftë tek mjeku dermatolog, qoftë nëpërmjet ndjekjes të një rutine në shtëpi, kjo gjë mund të jetë edhe, le të themi, të ndalohet. Nuk është e kthyeshme, por le të themi që ndalohet, mund të stopohet. Po, është gjë shumë e mirë. Mesazhi që unë do doja t'jepja është që lëkura, thonjt dhe flokët janë reflektim i gjendjes tonë shëndetësore të brendshme, pra të organizmit tonë. Dhe është shumë e rëndësishme që ne të kemi një stil jetese në radhë të parë të shëndetshëm, se mund të bëjmë trajtime për aknet, për flokët, por nëse ne konsumojmë ushqime të shpejta, ushqime të konservuara, nëse nuk bëjmë orët e gjumit në rregull, nuk kemi një stil jetese aktiv, apo të përdorim produktet e duhura, atëherë nuk kemi ky është hapi i parë. Tjetra dhe më e rëndësishmja është që gjithmonë t'i drejtohemi mjekut dermatolog për problematika të lidhura me flokët, me lëkurën apo me thonjt. Doktoresh, shumë faleminderit. Faleminderit ju. Ju falenderoj dhe një herë, edhe doktoresh Ornela Çela, dermatologe, e gjeni në spitalin Vivja, në spitalin Amerikan.